Shqenina që nga fillimi i këtij viti kemi pas kërkesa për ngritje të pagave për pagën e 13, mirë po në fillim të shkurtit kemi arrit një marrëveshje për një bonus për 300 euro përkohësisht, derisa të krijohen kushtet për ngritje të pagës. Së fundi kemi pas negociata me menaxhmentin e bordin me kërkesat për pagën e 13 për ngritje të pagave dhe rrezikshmërinë dhe dhënien e thëngjillit. Për dhënien e thëngjillit është aprovuar nga bordi, edhe ngritja e pagave është aprovuar në një shumë prej 60 euro. Kjo për punën që e bëjnë punëtorët e korporatës nuk është e kënaqshme, nuk është e mjaftueshme. Nuk i plotëson as ato kërkesat minimale tona, po prapë është një reflektim i menaxhmentit, është një reflektim i bordit që tash instituti do të ketë në vazhdimsi në bazë performancës edhe ngritje të pagave, por edhe ndonjë bonus tjetër. Siç e thënë më herët, është dhënë bonusi në shkurt për 300 euro, është dhënë çmyri për secilin punëtor dhe deri në ton, domethënë si lloj kompenzimi për punën që e bëjnë për sezonin dimror. Neve kushte për rrezikshmëri harrova ta thekë se është aprovuar edhe kjo ka fituar një operator ekonomik, është duke bërë vlerësimin e rrezikshmërisë të rrezikut për secilin vend të punës, e aty shpresojmë që do të kryhet në fatin më optimal të mundshëm. Kjo është domosdoshmë ajo tërë që kanë ndodhur brenda këtyre pak muajve. Po ne kemi kërkuar atëherë minimumin 200 euro për secilin pozicion të vendeve të punës, ngritje të pagave. Është ngrit kjo që është ngrit 60 euro, nuk është e kënaqshme. Ne do të vazhdojmë me aktivitete sindikale, do të vazhdojmë komunikime me menaxhmentin edhe bordin në mënyrë që të gjejmë një zgjidhje edhe më të këndshme për punëtorët e korporatës. Faktikisht menaxhmenti dhe ne nuk kemi shkputur dialogun. Të dy palët jemi për dialog, mirë po në momentin kur e vërejmë që nuk do të ketë dialog dhe nuk do të ketë vullnet për përmirësuar mirëqenien sociale të punëtorëve, atë veprimet sindikale patjetër që janë të pashmangshme. Po, në cilat në këtë rast? Po sigurisht fillimi do të jetë gjithmonë protesta, lutem që mos vjen deri te greva, mirë po edhe herë po e ceki ka një vullnet, është ndryshuar pak çështja e menaxhmentit ndaj sindikatave, kështu që unë po besoj që do të arrijmë me dialog të zgjidhim këto çështje. Për pagën e 13 ne kemi bërë 3 kërkesa radhë në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave dhe asnjëherë nuk na u kthy përgjigje. Jemi ankuar te ombuds personi, atje kanë dërguar tani shkresë gjë se duhet me shute Ministria për Mirëqenie Sociale, gjë që nuk qëndron sepse tash kohën e fundit kur kanë pyetje fushata zgjedhore, ata nuk i thanë korporatës energjetike që nuk i organizat publike, po ja u mundësuar punëtorëve të tjerë që ti marrin edhe ta aplikojnë deri në pagën brotë deri 1000 euro, ti marrin nga 100 euro, që do të thotë që me pagën e 13 qeveria i ka anashkaluar punëtorët e korporatës energjetike të Kosovës, gjë që ne kemi kundërshtuar ashpër. Po çdo herë puna në korporatën energjetike të Kosovës është e rëndë, ka sfida, ka rreziqe. Vetë natyra e punës është jashtëzakonisht si në minjera se në 2 termoelektronat për shkak se punojna me pajisje të vjetruara. Mirë po edhe me këto pajisje punëtorët janë duke dhënë maksimumin, janë duke punu pa ndërprej dhe janë duke bërë të pamundshmen që Kosova të ketë dritë.